Në krah të rrugës që të çon në Xar, nga ana tjetër e liçenit të Butrintit, peizazhi është mbushur me njolla të gjelbra. Janë kurorat e plantacioneve të reja, të agrumeve dhe ullimve. Fermerët e zonës janë rikthyer kultivimit të prodhimeve që dikur përbënin krenarinë e jugut. Në ditën e dytë të vizitës në jug, presidenti i Republikës Bamir Topi, dikur ministër bujqësie, njihet nga afër me problemet e fermerëve. Në krah të tij, kryetari i komunës Xar, Dhimo Kote, një personazh emblematik që njihet mirë në Tiranë si nga kryesocialisti Rama edhe nga kryeministri Berisha. Duke u drejtuar banorëve, presidenti thekson ndryshimin që ai vuri re në komunë. Vetëm puna e transformon Shqipërinë. E tha bukur kryetari i komunës. Puna dhe vetëm puna. Në fund të fjalës së tij, presidenti vendos një buqet me lule tek memoriali i martirëve të demokracisë. Duke qenë një komunë me popullsi të përzier, shqiptar dhe minoritar, vizita e presidentit ka ngjallur edhe interesin e një televizioni të Igumenicës që ka ardhur enkas për ta intervistuar. Pas Xarrës, drejtimi Konispol, bashkia më jugore e vendit me popullsi çame. Muzika e gëzueshme çame, ajo me të cilën njerëzit kërcejnë nëpër dasma, shpërapet nga altoparlantët. Vizita e presidentit është një ngjarje e rrallë për qytetin, ndaj njerëzit shtyhen t'i shtrëngojnë dorën. Po ashtu, në qytetin e çamëve kanë ardhur edhe dy kryetarët minoritar të komunave të Finiqit dhe Livadhias. I rrethuar prej tyre dhe kryetares së bashkisë, presidenti përsërit mesazhin e tij të bashkëpunimit. Politika në mjaft raste, jo bashkëpunuese, ka bërë atë që Bashkimi Evropian të dhënojë përgjigjen pozitive për të marrë statusin e vendit kandidat. Presidenti e mbyll fjalën e tij duke thënë se politika duhet të jetë në funksion të qytetarit, dhe kjo, sipas tij, arrihet nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut.